Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë, mirë se u gjeta. E nisa me paret e audituara të partive, dhe ajo që jam ka e shoh është që ka mu harxhu edhe ma shumë pare gjatë fushatës në kohën kur s'kemi kuvend, dhe në kohën kur qeveria është në detyrë. Qa bën qeveria në detyrë ose qeveria në ndërheqje? Po, qeveria në detyrë tash duhet ju përmbahet ligjit të qeverisë dhe përkatësisht neni 31 i përcakton kufizimet e qeverisë në detyrë. Me spjegu shumë thjesht është punë që kanë fillu para se me dalë qeveria në detyrë, duhet përfundohen, duhet vazhdojnë dhe punë që janë shumë të rëndësishme dhe s'mund të ndalen, si janë shërbimet ndaj qytetarëve, ndaj bizneseve, dhe ato nuk ndalen. Nuk ka mundësi të inicion politika të reja, nuk ka mundësi të inicion koncept dokumente, ligje të reja. Kjo është në përgjithësi. Një farloje, kështu është me përdor një analogji, një rojtar nate, që është rojtar nate, nuk është pronare, a e runë objektin, po nuk ka mundësi me marrë vendime me investu në objekt, me zgjeru objektin, apo me ba diçka të tillë. Me fjalë tjera, buxheti është i miratuar, ato pare harxhohen qysh do që kanë qenë të miratuara. Pikërisht, po. Edhe një prej detyrave të mia është me monitoru edhe implementimin të azam të projekteve kapitale, edhe megjithse në përgjithësi është një tendencë kur është një qeveri në detyrë me pas një ngadalësi, ne mundohemi që t'ja rikujtojmë gjitha ministrive, kryeministri natyrisht, edhe t'ja rrinë pranë obligimeve, zotimeve që i kanë marrë. Qa bën shefi stafit i qeverisë në detyrë? Shefi stafit qeverisë në detyrë, apo në qeveri kështu të rëndëmt, në përgjithësi e ka rolin e koordinimit të planifikimit gjithëmbarshëm të qeverisë. Ne në zyret kryeministrit i kemi mbi 150 punonjës civil, kemi një zyrë të planifikimit strategjik, një zyrë të koordinimit qeveritar, me plot punonjës civil të denjë, që punojnë çdo ditë, shpesh herë edhe për te orarit të punës, për të organizu takimet, mbledhjet e qeverisë, ku miratohen 10 vendime, edhe një vendim mund të ketë qindra faqe që duhet të diskutohen dhe kalojnë në për filtrat ligjore dhe të financiar. A keni brengë që ta filtrat ligjore a janë okej? Nëse shkon kjo qeveri në detyrë deri në nëntor, a ka brengë që është ka shkelet ligji nëse janë ka merë në vendime, ose a ka dilema, a ka ingerenca qeveria në detyrë me bo që ka është ka bën? Mendoj që këshilltarët ligjor në kabinet si dhe zyra ligjore në zyrët kryeministrit janë aty si një farloj gardiani një farloj sigurese që mos me pas vendimet se cilat janë të kundërlidhshme, si që thash, qeveria shteti si shtet nuk mund të rri pa qeveri. Edhe nga njerë të alodimet apo edhe pohimet e opozitës, disa nga pjesëtarët opozitës, pak më duken absurde, sepse qeveria duhet të ketë një zot shtëpie, ani pse me rol kogjat kufizuar. Për punët që kanë fillu, ligje e përcakton që mund të vazhdojnë. Se ka kontestu, askush a duhet ketë qeverin detyre, ka kontestu me njerëzit të cilë janë të zgjedhur deputet, s'din me konstituu kuvendin, a duhet me i majtë edhe postet. Kjo ka qenë baza e kontestit, nuk është të lashe a metët qeveria në detyrë. Ka pas njerëz që s'kanë kandidu për deputet, edhe askush se konteston autoritetin e tyre. Kur po thoni ka tendencë ka njerë me punu ma ka dalë qeveria në detyrë, përshtypja është që s'është që ka punu shumë shpejt edhe kur ka qenë në mandat, është i famshëm një epizodi e Kuran Muratit në Ulsën ku jeni ju, që e lus për me minje 4 investime kapitale edhe njeri ka të lashe. Janë të punu ma mirë, ma keq, ma adopt?
Po, një prej punëve, si që thash, është edhe monitorimi i projekteve kapitale, po përveç asaj edhe monitorimi i projekteve që i konsiderojmë kështu të mëdha infrastrukturore, në mjedes, në transport dhe në energji. Qa keni pas në monitoru, s'kam përfundu as njëra për i tëne? Jo, nuk është që s'kam përfundu mirë, po keni parasysh nëse bëhet fjalë për një tazam linjën hekurudhore 10 që shkon nga Hani e Lezet në Mitrovic, aty në disa faza projekti kur përfundon plotësisht mund bëhet 400 milion euro, vetëm ai projekt. Konsiderohet si një prej projekte më të mëdha dhe është shumë i rëndësishëm, ashtu siç është edhe fizibiliteti i studimit për projektin e Kurudhës Prishtinë-Durrës, që është përfundu në mandatin tonë. Ai projekti vetëm ka me kushtu 1.8 miliard euro, për komplet sa është gjatësia e saj. Në çdo projekt madh infrastrukturor, keni parasysh, janë 3 ministri që përfshihen, është një komunë, varësisht ku do tjetë, apo disa komuna ku do të shtrihet ai projekt, është një institucion financiar ndërkombëtar, apo më shumë, siç është Bergji, Banka Evropiane për Ndërtim e Zhvillim. Bergji tazam e financon një projekt 100 milion, 80 milion për 100 milionshit, 20 milion i financon qeveria, dhe janë 22 etapa që marrin gjithsejt mesatarisht 3 vite lart për me ardhur deri te momenti kur një kontraktor fillon punën në teren. Do thonë, njerëz po mendojnë ndoshta janë edhe të pa informuar, po prej që kemi ardhur në qeveri nuk kanë filluar gjitha projektet me neve, disa i kemi gjetë aty, kanë filluar më herët. Stisha ka filluar me juve. Me shumë probleme. Po, shumë projekte kanë filluar me neve, unë tash kam raporte nga gjitha ministritë. Po të kisha ata raporte përrodhojnë, po diçka që ka filluar me juve, po nuk di të madhe është fjala. Çto rrugët, stadiumet, janë krejt projekte të trashëguara, edhe s'keni mrimi mshel asnjë. Tash kjo nuk është, e kuptoj që pjesa juaja është monitorimi dhe vlerësimi. Po qysh dokën, qa raportojnë sta njerës? Qa raporton dikush që është në gjendje 4 vjet me e kry një spital, një stadion, një projekt, një rrugë? Qa raporton dikush që i desin njerës të në rrugë, pëse s'ka dit me montu sinjalizimin, asfaltin, ndriçimin? Tash, qeveria ose shtetin përgjithësi ne i ndan dikun 1 miliard euro për projekte kapitale në vit. Prej tyre dikun 600 milion menaxhohen dhe implementohen nga qeveria. Nuk është implementimi 100% çdo vit, mirë po ka përmirësim. Në vitin e kaluar, në 2024, për shembull, kemi pas implementimin 100 plus milion më shumë se sa në 2023. 2022 ka qenë vit i inflacionit madh, të gjithë e mbajmë mend. Me qenë se janë kontraktu punët në 2021 me çmime shumë atulta, inflacioni erdhë, a është importuar, çmimet janë rritë shumë dhe ne u dash të intervenojmë ligjërisht që ta ngritëm vlerën e kontratave në mënyrë që bizneset me pas motiv dhe arsye me punu, sepse asnjë biznes nuk punon pa një profit. Dhe në 2024 ka pas një rritje relativisht madhe. Prej këtyre projekteve, rreth 1000 projekte implementohen prej qeverisë. Unë e kam listën edhe ato mund të ndaj me juve për secilin ministri janë projektet në fjalë. Komunat i kanë dikun 2000 projekte, po në vlerë më të vogla. Po në përgjithësi zbatimi i buxhetit ka ecë më mirë vit për vit. Trendi po thoni është pozitiv. Trendi është pozitiv. Unë e mati performancën në bazë të numrit projekteve, në bazë buxhetit dhe në bazë nivelit shpenzimit të buxhetit dhe të gjithin me një sipërfaqe natyrisht edhe mundësia mu përmesu edhe në menaxhim të projekteve, keni parasysh çdo qeveri që vjen me një 300-400 këshilltar, ministra këshilltar të gjithë bashkë, mirë po në institucione janë 8000 të qeverisë po flas, 8000 nënpunës civil, që janë aty ndoshta nga pas lufta, edhe e gjitha varet edhe prej tyre, prej aftësisë menaxheriale të tyre. Po siç kesh duke thonë për projekte të mëdha infrastrukturore, është mirë me ditë, sepse nganjëherë pritjet është mirë me u menaxhu, edhe merr dikun 3 vite me procedura ligjore,
me studim fizibilitetit, me gjetjet financimit, po flasë për projektet mëdha, mbi 50 milion euro. Derisa të vjen të kontraktori me punu në teren, mundet me marrë 3 vite. Edhe sa të implementohet projekti një 3-4 vite në varet për kompleksitetit, me fjalë tjera mund të shkojnë 2 mandate për me implementu një projekt madhor, një projekt i rëndësishëm. Por ndryshe për këto projekte tjera, gjitha implementohen, kontraktohen nga plot për tyre dhe nga komuna direkt, dhe nuk ka pas ndonjë ngjese në atë aspekt. Listën e projekteve është shumë e gjatë, se është qindra faqe, ato ja dërgoj. Po, qindra faqe që është, çka jemi ka flasim për shembull kohëve të fundit është një vendim që mundet me ndryshu krejt ambientin e të bëhet biznes në Kosovë, që është liberalizimi i tregut të energjisë elektrike në letër, është vendimi ZRE-s, apo s'është punë e qeverisë që është? Në fakt po, ZRE-ja ka përgjithësinë kryesore këtu me monitoru këtë lloj të problematikës, me qujtë problematik, siç është përmend shpeshherë ditëve të fundit edhe nga vetë ministra Rizvanolli, ligji përkatës është bërë në vitin 2016 dhe aje ka para pa me u liberalizu, është shty disa herë, ne e kemi shty si qeveri në 2021, prandaj nuk ka qenë një surprizë, si që mund të aludohet prej disave, edhe ligji thot kompani që qarkullojnë mbi 10 milion euro dhe ato që kanë mbi 5 milion, më falë, ose, se këtu është edhe një keqkuptim në ligj, neni edhe për kufizimi, neni thot... Una e keq kuptim në ligj para se me nis me zbatu edhe... Jo, është vetëm nuk e mohon nevojën me u liberalizu tregu, mirë po është diçka që rezulton pastaj në numër të kompanive, po nuk është problem ai, në fakt, aq i madh. ZRE ka informu publikun me kohë, bizneset e kanë ditë, të paktën prej 2021-s, kur edhe ne e kemi shtyr një herë. Është një, natyrisht është një ndryshim, edhe unë tash, me qenë se është era parë që po dalë një intervistë shumë televizive, për ata që më njohin, po unë vetë vi nga biznesi, nga sektori privat, dhe kom qenë 4-5 vite në Departament Tregtisë të Amerikës, pastaj sektor privat në konsulencë, dhe kom punu, kom bashkëpunu dhe kom ndihmu shumë kompani kosovare në qasjen tregjet jashtme. E kuptoj çka do më thonë me udhëheq një biznes dhe me zhvillu një biznes. Kosova është zotu përmes procesit eventualisht antarësimit në BE, që ta liberalizon tregun e energjisë dhe këtu jemi. ZRE për ndryshe është organi i pavarur, i përgjigjet kuvendit. Ti sqarojmë 2-3 gjëra, nëse po thoni, e përmendet përvojën e juaj më herët në biznes privat. Është diçka që u bë temë kohëve të fundit, para se të mrim të çajo përvojë të mënyra që ka funksionu kompania juaj. Nëse po thirreni në përvojë me shtetet bashkuara, po mduket edhe ota ekonomike amerikane ka qenë sa kundër liberalizimit të tregut, apo ka pas reagime edhe prej tyne? Po tash, çka me thonë, unë jam themelusi otës ekonomike amerikane, në 2004-ën. Okej. Edhe mburrëm me atë që është kriju, ka në përgjithësi mburrëm me bizneset kosovare. Është një farë, si që me thonë, një farë propagande që është kriju me kohë, se kënë se lëvizja vetëvendosja është kundër bizneseve, dhe kjo as pak nuk qëndron. Unë e njoh shumë përsafërmi edhe kryeministrin edhe gjithë leadershipin e lëvizjes dhe ministrat, dhe në fakt kjo qeveri ka dëshmu me dhona, cilat
eventualisht sot mund të ti shfaqëm në ekran. S'ka na ka flasim, për cilat dhona jemi ka? Po, jemi të fol për dhona sa i përket përkrajës së bizneseve në përgjithësi, qeveria me qeveri. Unë jem kogje kështu i dhonë bas dhonave dhe mundohem me ilustru... Qa në kupton përkraja qeverisë për biznise? Po, ta zomë, ne kemi dhonë qindra mira euro grante për 10 biznese prodhuse këtë mandat. Kemi punësu 10 mira të rinj për mes këti platformës superpunës, po, falni. Gjitha grantet dhe përkraja financiare që ka shku për ngritit eficiencës të kompanive, tashmë do të kemi edhe një që do të ndërlidhet direkt edhe me ngritin e eficiencës në energji për kompani, me qëse grantet të tilla për sektorin publik veç që kemi dhënë më herët. Unë i kam disa slajde numrume, nëse do në tym këtu. Ideja është, nëse i lypi 4 projekte, a mundën mu numru? Po. 4. Po, okej. Njëti tretman si e Kuran Muratit. Në rregull. Po të filloj me infrastrukturë, një që është e madhe dhe shumë e rëndësishme, është studimi fizibilitetit që është bërë për Hegorullën Prishtinë-Durrës, pastaj është banimi përballueshëm dhe përkraja për komunat, cilën e keni pa në për media sfundi veç është duke promovu, disa komuna po marrin pjesë, investimin në sigurinë ujore, ndërtimin e digave. Asnjë digas nuk u marru, as nuk ka nisë. Unë e thash, nuk mundesh me bë, që thot nganjëherë edhe kryeministri, gabime të vogla me projekte të mëdha infrastrukturore. Është studimi fizibilitetit, është një periudhë... është një periudhë... As nuk ka përfundu studimi fizibilitetit, apo? Në fakt, disa për tyre kam përfundu. Listat ja dërgoj prap për një kesë që si kom marrë me veti, po... Keni parasysh edhe njerë, janë 1000 projekte kapitale në vit që implementohen nga qeveria. Për rrugë, mos flasëm, dhe më thonë ato janë kështu standard, ndoshta 60% projekteve janë në rrugë. Njerëzit pjesën e to. Tash 2 autostradat ndaja janë bën në Kosovë, na mundemi me bë katën e 2 të autostradave. Do thonë pse veç mi kry për Podujevë, për Mitrovic, për çfarë po flasim. Deri sa jemi të shtu raportet, nëse dikush për një mes krym punë, po vazhdojmë insistu. S'ka stadiume, s'ka bazena, s'ka spitale, s'ka rrugë, s'ka sedi, çerdhe, shkolla. A pagun na kush naj penalti, qysh doget një mbledhje qeverisë, qysh doget kur krejt që ata Excela e kallzojnë që nuk është ka funksionën. Po nuk është krejt të projektet e mëdha, siç po aludoni. Për shembull, në Ministria e Bujqësisë ka shpërnda 300 milion euro për 120.000 fermer. Tash, nëse i përpjeston ato, nuk janë projektet mëdha, mirë po 120.000 fermer janë ndihmu. Përfitus, është e vërtet. Tash mundemi me paramendu si janë shpërnda grantet në të kaluarën dhe me çfarë transparencë e profesionalizmi shpërndohen grantet sot. Do të thonë, nuk bën me nënvlerësu punën e madhe që është kriju që është bërë në rritjen e transparencës, rritjen e objektivitetit, në përcaktimin e kritereve. Tash, këto nuk kemi dalë në për media me tregu, por për shembull për antarët bordit për X kompanin publike, ne kemi sjell fillimisht e kemi ndru rregullin që thot vetëm zyrtarët publik duhet marrën pjesë në komisionin vlerësuese, dhe kemi sjell ekspert fushës, të cilët nuk kanë pas haber me gjendjen këtu dhe kanë ardhur dhe kanë apliku profesionalizëm 100% dhe i kanë vlerësu CV-t në bazë CV-ve, jo në bazë lidhjeve, në bazë të emrave në ato CV. Po këto nuk janë punë falenderuese, po du me thonë, e kryen me mira punë të tilla çdo ditë në qeveri. Po japën mira rroga për atë punë. Okej, natyrisht, secili e merr rrogën për punën që e kryen. Tash është një po e shon letër, unë e kom në verzion, qa me thonë, tabletit që tu, mundet me dalë në LED, mundet me dalë në, qa i thonë, në dalje. Po është një shpjegim që besoj që ju mund të na jepni për shkak se është burimi i shumë keq kuptimeve
edhe spekulimeve. Nëse mundemi qëto me zbërthy në minutat e ardhshme, ju kësha qenë mirë njës. Të në dhonat një 6 tipet dhonave, që është mirë më këshyrë. Investimet e huja direkte thuhet që ka rritjet hatoshme. Kontraargumenti është, ka vazhdojnë diaspora me ble banesa edhe tokë, banesat janë shtrejtu, janë rrit investimet e huja direkte. So është përqindja e pareve që hinë direkt në patundshmëni edhe nuk prodhojnë kur gjejq, as një vend pune. Shko, është e vërtet kjo që po e thu, mirë po është e vërtet për gjitha qeverit. Më thonë, investimet e huja direkte janë rrit. Kjo tregon disa gjana. E para është që është rrit besimi që këtu mundet me pas një siguri, një parashikueshmëri më të madhe, për shkak qeverisë e cila ka shkëlqyer në fuqizim të demokracisë, të rendet dhe ligjit, dhe kur e blen dikush një banesë, dikush e ndërton atë banesë. Patundshmëria është një gjë që kanë ble edhe ata njerëz në Kosovë kanë me ble banesa se kosovarja. Mirë, po, kur po insistojnë zbërthim. Argumenti është kjo, nuk jom ka shoh që është ka ndërton Microsofti, as Mercedesi fabrika. A ka zbërthim çka sakt? Ka mrena që të poreve për banesave, veç kështu? Ka zbërthim, me qenë se i kemi marrë dhonat prej Bankës Qendrore të Kosovës, mirë po këtë slajd nuk e kam. Po të ndërruvi, po vazhdojmë me po... Ka spjegim në mbi 30 sektor të ndryshëm, përfshirë dhe prodhimtarinë e cila është rritë, më thonë, po jo në masën që kemi dëshirë, prapë. Vetëm një shembull, Leart, lutëm. Ne kemi dëshirë dhe kemi synim që ta përmirësojmë bilancin tregtar. Një prej mënyrave si përmirësohet bilanci tregtar është ta zonë përmes rritjes së prodhimit të blegtorisë apo pemë dhe perimeve gjithashtu. Për pemë dhe perime, nëse donë me prodhu në masë, nevojitën serat. Për sera, nevojitën sistemet e ujitjes. Për sistemet e ujitjes, nevojitët penda. Më thonë, penda merë 3 vite, mu bo studimi fizibilitetit, me u gjetë financimi edhe me u financu 100 milion euro një pend. Nuk mundesh me bo gabimet vogla në një pend. Më thonë, prandaj, hapat e parë jenë vendos, është ba një hartëzim ku kanë mu vendos pak të në 5 penda, nga Ministria e Mjedisit, studimit e fizibilitetit, financimit për to gjindën, se dhe ato kushtojnë, dhe përfundimisht ne duhet ta mendojmë gjithë ciklin. Aty përfshin 5-6 ministri, dhe në fund i shkon investitorit potencial edhe i thu hajde investo se e ki gjithë ekosistemin e reguluar. Ne nuk kemi pas përtuj se asë një investim përveç 2 autostradave që jënë ba, e dim që jënë ba, me qëmime jashtëzakonisht më dha, edhe prap, nuk po ankohemi, mirë që jënë ba, mirë po një projekt e bon prej nishit dhe në 10, shumë keq edhe 10 shumë mirë, që e shumë mirë mund me të kursy miliona euro, dhe në fund me ta zgjat jetën e projektit. Sa intervenimi është dashë me ba. Projektin pa lidhje, njerëzit kanë me dekën rrugë. Jeta është e vlefshme. E tempoja është e lashë. Kur po thu tyrat nga tatimet jënë gati 2 fish, me ma shumë se 2 fish, me qeverin Mustafa në miliona euro mesatarisht. Kontraargumenti është shtrejtu gjithë shka, është shtrejtu edhe rryma, veç për të vëshës rrymës, keni inkasu ma shumë pare, pëse është diçka që duhet mu lavdu? Jo, rryma sështë, inflacioni, rryma, gjitha kosto e jetesës është shtrejtu. Mirë po, nëse ne 4 vitet e fundit kemi mbledh 3.1 miliard për afërsisht euro në tatime, pa ndryshunje në ndonjë politikë tatimore, keni parasysh, kjo prap të regon vetëm për besueshmërinë e rritur të bizneseve, ndaj institucioneve, ose të regon edhe një gjë tjetër. Afërsinë shumë të madhe disa bizneseve me qeverit e kaluara dhe ndoshta mbyllin e syve aty këtu për mos mu pagu tatimet. Okej, du më thonë, dy antjen. Dhe në 4 vjeqarin para vitit pandemik, sepse nuk është ferme me logarit 2020, ka qenë 1.7 miliard. Du më thonë, 77%. Hajde hekja 20% inflacionin gjatë këtyre 4 viteve. Mirë dhe në regull, po thëmë, 20% hekja me rritit kostos krejt, prapje 50% më shumë. Nëse, diçka tjetër që vazhdimisht spekulohet me to, kryeministri Kosqef me thone kemi pru raportin në import-eksport në 1.6, ka qenë 1.9,
kontraargumenti është që kur ma shumë s'kemi importu, sa është gati 6 miliard importojmë në vit, nëse janë rritë eksportet, a dihet çka është rritë? Edhe kjo është mesatorja përveç qeverisë se tash kemi ramje, apo? 2024-5 ka ramje. Është një kështu një përjashtim aty, siç mund ta deni prodhimi i dyshekëve, që pa të marrë havë shumë të madh, dhe se duket kompania ka një problem ligjor me Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe ajo ka rezultu. Prandaj, është mirë me u diversifiku dhe me u rrit ekonomia, që mos me u bazu në një eksporti, jemi ka flasim që për një fabrike dyshekëve është në varë shifra e eksportit krejt shtetit, apo? Mirë po, tash, unë prap vi për biznesit, keni parasysh, nuk është qash let me kriju edhe me mbajt një biznes e para. Dhe dyta, ne kemi trashëgu një ekonomi me mbi 90% të konsumit të importuar. Më thonë, ne faktikisht nuk kemi bazë të madhe të zhvillimit ekonomik. Kështu kemi qenë si vend, fatkesisht. Arsyeja është pse... Arsyeja është pse për 25 vite, do më thonë tash, kur bëjbjen pas luftës, para 25 viteve e tutje, edhe kur e kemi shpall pavarësin e tutje, gjatë qeverive të kalume, cilat kanë qenë, e dim, kogja fragile, do më thonë 3-4 parti politike e kanë bani qeveri, i kanë do ministri, dhe nuk ka pas një kohezion, një vizion të përbasht, kur thuhet, të zonë, ne duam të kemi ekonomin më të fort, pak të në Balkanin perëndimor, këtë rajonin tonë. Prandaj pyetja është, okej, si, me cilë sektor, me qka kujkiti përparësit konkurusit ta shëquajtora si shtet. Unë mendoj që në një siguria energetike, në dy siguria ushqimore, dhe në përgjithësi siguria, si që kene pa, do të hapin një fabrik të municionit shpejt në bashkëpunim me shtetin e Turqisë, dhe gjithashtu jemi duke bërë përpjekjet në dha që të sigurojme. Nëse puna mi hargju prodhimet e qasoj fabriket municionit, veç të sigur të kena me qenë. Vetëm pak, bota në përgjithësi është 10 vite mbrapa në stoqet armatimit. Shkak luftës në Ukrainë dhe po sheni çka po ndodh tash në përbot. Do të thonë për që ka treg, absolutisht ka treg, kemi nevojë se është forcë, si më thonë, deterrent, forcë larguese, si me qujtë, preventive ndaj fqinjit tonë verior problematik. Nëse ka, po thonë prap, shpjegim për do prej syne shifrave, qarkullimi i bizniseve po thuhet që është shumë ma i madhë, është prap dyfeshën krahasim me qeverin Mustafa, prap është i njëjti tregim, kur gjithë shka shtrajtohet, njerëzit janë detyruar me ble me shtrajt, bizniset janë detyruar me pagu që është ma shumë derivate e inflacionit se sa ndonjë politika. Unë tash pranoj që pjesërisht një pjesë e vogël ka të bëjë me rritjen e çmimeve. Por ne kemi suksese të vazhdueshme të kompanive ta zonë në sektorin e përpunimit drurit, që po e rrisin eksportin me përqindje shumë të madhe çdo vit, sepse janë fuqia punëtore, është tradita besa, që e kemi prej 1950-ës në Kosovë, dhe është një prej sektorëve që është në rritje e sipër shumë. Për ndryshe e kam listën prap, sepse dhonat i marrëm nga dogana dhe i përputhëm ato dhona me ATK, dhe segmentohen ato në produkte. Në përgjithësi janë 3 kategoritë produkteve. Në një është shërbime që mundson nga teknologjia informative, duke pas rinin më të madhe në Evropë për kokë banori, duke qenë shumë aktiv në teknologji informative, dhe njohja gjuhës angleze, deri diku edhe gjermane. Ajo është një kategori, tjetra, ose grupacion, tjetra është prodhimet e leta, ta shëquajtura të leta, ose të drurit, mobilet, ose elektronike letë, ose prodhimet plastikës, dhe natyrisht e treta është prodhimet ushqimore, cila gjithashtu është në rritje. Ko të loshës, është mëri mu siguru certifikatat për eksport e tjere. Kur po thuhet 6 miliardë importojmë në vit, gati 1 miliard euro për qito 4-5 vjetë është importu rrimë. Edhe nuk duhet me qenë Einstein për me ditë që është
biznisi mirë, pse i ranë men, vllaut juj, bash kaq vonë më marrë me këtë punë. Përbes nuk është edhe vonë, tash është pak vështirë për mu me folë. Bash tamam është vonë. Nuk është vështirë pak me folë për vllaun tim, se i bjen që jam subjektiv. Deri në një mos mund edhe t'jem. Mirë po të njëjtën, se me thonë, trajektore të zhvillimit personale, profesional, arsimor në Amerikë, nga shkolla e mesme deri në magistratur dhe puna e suksesshme relativisht me konsulencë, me organizata ndërkombëtare, me që se mbi 90% hyrave në kompani në kanal nga organizata ndërkombëtare. Ka qenë ka pas hyra milion, po thoni 90% të hyrave në kompani keni pas prej donatorëve. Mbi 90%, nuk në kanal nga qeverit, atu po du me dalë. Dhe e kemi pas parim prej fillimit që mos me qenë politik, unë kom vendosë, kom marrë një vendim personal, me ndru karierën, me dalë në sektor publik dhe me kontribu në 2017. Kjo du të kuptohet ashtu, ata që më njohën e din, dhe vlau po, a i ka qenë biznes, ka moti, mbi 20 vite, dhe para 2 viteve ka vendosë me investu në solare, në tokë familjare, që nga ka siguru babaj, para disa viteve, dhe është plotësisht legjitime. Për më shumë, e para është numri i licencave nuk është limituar. Dhe thonë është... thonë që e ka shkel ligjin. Po, mirë shumë. Po thonë që e ka shkel ligjin. Jënja 2-3 gjëra janë interesante. Para, nëse ka pas informat pak ma herët, u hynë një treg që po themi ka potencial 100 miliona në vit, e dyta, nëse unë kisha pas një biznis, nashta me shdok ma interesant me blerë rrymë prej një kompanie që ka themelu shefi stafit të kryeministrit, a është që kjo vije të menduarit, edhe nëse nuk ka shkeli ligjore, nëse i ki informatat para praka, keni qenë një pjesë e grupit për strategji, për energji? Jo, nuk kam qenë. Po, dikon një raportim që keni qenë? Jo, raportime po ka gjithë farë, po në fakt mediat shpesherë dhe qëllimisht po mundon me skandalizu qeverin, sepse për kam vështirë me gjithë skandale, edhe në fakt nuk po ka skandale. Mos u sigura për atë punë. Në fakt, edhe mos të mi mbrojt do gjëra që së mbrohen. Vetëm pak këtu të ndalemi, tek çështja e licencës. Është parim ekonomik që sa ma shumë konkurencë, aq ma i ullët çmimi. Çfarë do firme private që më tënë me dalë, edhe duhet me dalë në treg të lirë, natyrisht që i intereson, që shtuhet në anglisht bottom line, çmimi. Dhe sa ma shumë të licencuar, aq ma shumë do të bjerë çmimi. Ka qenë pak një keq kuptim, me qenë se është ty disa herë ky vendim, shumë kompani që jenë bë gati, kështu e kemi si informat nga vetë kompanit, me hy në tregtim të energjisë, kur janë shtyr vendimet, i ka ra që kanë ba investime kotë dhe i kanë humba ato investime, sepse duhet me marrë një staf, duhet me pregadit firma, nuk është çështje që e blen dikun edhe shten rrymë dhe funksionon. Dhe prandaj fillimisht kam bet veç Kesko me oferta relativisht mëdha, sepse e kam pas terenën e hapur shkurt të Shqip, ndërsa kompanit tash e kam pas terenën e hapur edhe monopolin informat. E kanë ditë sakt kush sa harxhon, kur harxhon. Okej, edhe ajo mund të thuhet për këtë zëraje duhet tiftoj dhe të diskutoj me ta. Po pajtohemi, apo thuni jeni njeri biznisit. Apo thuni që e dini Excelin. Apo nëse po, Kesko ka pas monopol në informat, e ka ditë se cila lampë në Kosovë, kur dhezet, sa punën, sa harxhon edhe sa mundet me kushtu. Po, e vërtet. Çka është monopolin? Mirë po, monopoli është ndalu me ligj tek ne edhe ka institucione që e mbikëqyrin dhe intervenojnë kur dikush tenton të monopolizojë një treg. Dhe e dyta, janë dikun mbi rreth 20 tash, 20 licencum. Ata riformulojnë që me qenë dytë?
Safe ka pas qasjet privilegjuar në informata. Nëse s'po dojmë me qujtë. Nëse je furnizuesi vetëm, s'ka shpjekim tjetër. Po thoni se ka shkel ligji, njeri letë gra, letë shetërujmë, pse jo? Jo, nuk e thash ashtu. Në marrëveshja me Kesko dhe Kec është bë në 2013, nga atëherë qeveria Thaçi, dhe ato kushte që jo ndonë atëherë, ndoshta tash në retrospektiv, se në retrospektiv çdo gjë mund të jetë më mirë, mund të shihet ndryshe. Prap, zëraje, po që se kishte funksionu kuvendi, tash kjo i bie pak edhe me prek edhe temën e mos konstituimit të kuvendit. I kishtë donë përgjithësi kuvendit. Kuvendit do duhet ta thëriste përkatësisht Komisioni përkatësi ekonomisë dhe të ndjerësit ke pak zërajen. Kështu mendoj, kështu është thonë edhe nga Ministra Rizvanolli, përndryshe është situatë e vështirë, çdo ndryshim është i vështirë. Ne jemi zotuar, praktikisht kryeministri në disa takime me biznese që i kemi organizuar përmes Këshillit për Ekonomi dhe Investime, i cili këshill dua të ndalem veç pak sekonda, është rinë gjallë, ne e kemi rinë gjallë dhe në periudha konsistente 3 mujore i mbledhen 10 sektor, kampionët sektorial të atyre 10 sektorëve dhe gjitha odat dhe në mënyrë shumë strukturuar i diskutojmë problemet, idetë, politikat, rekomandimet për politika, e tjere. Për shembull, e kemi largu licencën për eksport të barnave, e cila kish pas qenë aty në sistem me vite, për disa javë, me qenë se është birokraci e teprume. Kjo është një diskutimi përmes kësaj platforme, po sjell rezultate, kryeministri bizneseve ju ka thonë, po e citoj, unë nuk e shoh veten si kryeministri suksesshëm nëse ju dështoni si biznese. Dhe do që qëndrojmë brapa me masa përkrase. Të cilat janë duke bë. Në intervistën e kaluar unë e shikova me ministrin Rizvanolli, ajo shpjegoi fort mirë masa të ngritjes së eficiencës. Ngritja e eficiencës u përmend. Të implementimit të kapaciteteve të energjisë ripërtishme. Që i bjen nëse du me montu panela solar, mirë është me tentu prej rasisht prej vllaut ju i mi ble edhe ma... Që i bjen? Se situata në botë sot është kryesisht Kina është udhëheqëse në prodhim të solarëve, si treg, dhe ne vllau, konkretisht, më falni, po mendon me kriju një farm solare. Okej. Vetën, në më thonë. Edhe me shqitë të rrimë. Po, naturisht, du të me shqitë, se përndyshe nuk du të ishte... Sakt, rrima shqitët edhe ka me qarkullu në një treg. Nëse e kisha kërku unë e të njëjtin file, me të njëjtin qasin informata, dhe që të informat 6 muaj ma herët, a e kisha marë? A ka head start vlau ju në krahasim me mu, nëse nuk ishte tek mu me janis me shqitrujmë? Jo, absolutisht jo. Nuk ka, edhe qëfar do që ka qenë publike, nduket nuk ka pas qeveri ma herët që i ka ndjek procedurat e dialogimit me sektorin privat, para se me nxerë një ligjë. Më thonë, kjo është tërë diskutu në fakt me sektorin publik, në falë privat. Më thonë, ka qenë diskutim publik, ka qenë shumë ekspert të involvum. Unë personalisht nuk kom qenë involvum, po pa marrë parasysh, shikoni, është një regull, unë kom punu për qeverinë amerikane. Nëse është një proces, edhe në atë proces, ta zomë, është një familjari imi, edhe unë kom ndikim potencialisht në atë proces, unë e deklaroj paraprakisht konfliktin potencial të interesit dhe thëmë e largoj veten, I recuse myself, e largoj veten nga procesi. Nuk është kjo shumë e çuditshme se me jënë ka mundon çdo lëvizje, po mundon me na barazu me qeveritë e kaluara, e lartë. Nuk është e mundur, sepse nuk jemi shkurt e shqip. Ata përpara e kanë ngra punëve jashtëzakonisht keq edhe me vullnet të keq. Pa planifikim dhe gjitha dokumentacionet
më falë, të regom pse duhet mu dyfishu mbledhja tatimeve, kur nuk e ke ndru asnjë politikë tatimore. Ka filluar të këja me dënu ma shumë, është shrejtu gjithë shka, po deklarojnë gjithë shka. Pse s'pas ka dënu ma herët? Pse nuk pas ka dënu ma herët? Ka qenë ma mitësore. Okej. Do më thonë, që kjo është? Shumë prej gjërave që mediat, disa prej mediave, mundohen me i vumë publik, është thjesht kanë bojnë me nevojën, kinse me barazu këtë qeveri me qeverit e kaluara. Unë nuk e përmenda, jem shkolla mesme deri në magistraturë në Amerikë, kom punu për Departament Tregtisë të Amerikës, kom marrë full burs nga Fondi Kosovar Amerikan, që është marrë vendim në Washington. Nuk jem marrë në rasisht. Mësë jom ka i kontestoj kredencialet, jom ka i kontestoj, ose jom ka tentoj miron fije. Duhet me sqaru qashtjen e jo individin, falë. Sepse pundites Kosova është e vogël, edhe tash unë tash çfarë duhet me bëj? Duhet me lëshu vendin e punës, mos me kontribu këtu ku jam. Jo. Sepse nuk është nuk është e drejtë. Unë po rostet ma hershme, kur vlezrit e Bajanokat, se në vlozën apet, vetëm duhet me fol për Bajanoka jemi të njëshëm edhe ma shumë. Raste specifike. Kam fitu miliona, edhe mandej kontraargumenti ka qenë njëjtë, u shkel ose nuk u shkel ligji, ka fitu Bajanokun të nder. Tash e kemi vllahun që është ka tenton me shit rrymë, që suhin tre kalorë. Është blerja dhe shita energjisë bëhet tërësisht është private, për sektorin privat. Që ka fundi bisedës është ka ma imponën një pyetje tjetër. Qeveria është në detyrë apo ndërheqje, apo? Në detyrë. Po supozojmë që merën vesh në antorës e kurdo për me themelu qeverinë e re. Keni me vazhdu me qëndru shefi stafit, a keni mu këtujmë bizneset dhe me një mu me shqit rrujma dhe ju? Shkonim, unë jam shumë i lumtur për mundësin që më është dhanë me kontribu në këtë nivel. Po i tregoj me 20 vite në profesisht në konsulencë, në ka ra me pasat kapelen tjetër të implementusit prej sektorit privat. Dhe kur balafaqosh me vullnet jo të mirë politik, si që ka qenë shpeshe raste në qeverit e kaluara, pa marë parasysh çfarë nivelit kapacitetit ti e jep, niveli absorbimit nuk përputhet dhe shkon këtë gjitha jo asistencë. Një shpëndon miliona euro nga donatorët në kaluarën dhe prej nishit dhe ndhejtë, sepse ashtu kam dëshirë mi ma gjarat, mundemi me debatu varsisht për projektit, sektorit, kohës, kontekstit, sa ka qenë efektive ai projekt. Unë të kryeministri Kurti e kom gjetë një person me vullnet jashtëzakonisht mirë, me ba ndryshime të mirëfillta sistemore që ju kanë nevojit dhe ju nevojitën vendit, sepse nuk i kemi përfundu gjitha. Unë e shoh Kosovën si vend e cili, ose në përgjithësi qytetarët, i inkurajoj me dëshiru me qenë më të mirët në çka do që i bajnë. Unë e të konsideroj ty me qenë ndër më të mirët këtu, jo që po të bëj lajka, po sinqerisht përgatitesh dhe nuk është tendenca vetëm me, si me thonë, me skandalizu, por me pyetjen brehta, me dalë deri te një e vërtet, dhe e çmoj këtë çështje, me pas një vizion me qenë më i mirë në diçka, edhe me shndruat vizion në një politik, në strategji fillimisht, tani në politik, tani në ligj, pastaj me fuqizu mekanizmin për implementus të azom agjensin që do të hapim nëse në thonë është në ligj, për mu hap agjensia për promovim të investimeve dhe të eksportit me 70 staf fillimisht. Më thonë, vizioni ku dën me qenë, misionin dur dhe kamt, vizioni shkoka, misionin dur dhe kamt, si do të mbrish atje, dhe pa investu në resurse, së mundesh me pretendu me sjell investimet shumë të rëndësishme. Ne e kemi, dëshira ime është kryeministri me qëndru në aeroplan 70% kohës dhe me vizitu kompani, korporata, po edhe kompani ku ta zonë në Zvicër ishëm para pak kohë, 3 fabrika i kemi vizitu, në të 3 fabrikat udhëhes të lartë menaxherial shqiptar, 2 nga Kosova, 1 nga Presheva. Ka qenë edhe një ekskursion i famshëm edhe në Shtetet Bashkuara që keni bon fillim të mandatit, ka pas edhe vizita tjera
jashtë, po nuk i kom po ato investimet të përkthyera nuk janë ekskursionet, thjesht e bindun, se prap, penishit dhe në 10 nëse të kaluarën kanë qenë ekskursione, tash s'po them që janë 10 që, po kishin ardhur më herë fabrikat e mëdha të kaluarën, s'kisha pas nevojë më marr me ju, unë po e di çka kanë bërë ata në kaluar. Po ju tregoj një kompani që është një prej furnitorëve më të mëdha dhe njihet si kompani, që më thon, vajzë e Boschit, do të vijë në Kosovë në vizitë. Kjo si rezultat e një vizite në Panajirit në Hanover, që e kemi bë me kryeministrin. Tash, në promovim të investimeve, i bon 100 përpjekje, ndoshta 10 jenë suksesshme. Mirë, me kuptu edhe këto. 10%. Mirë po. Çka është me rëndësi me ditë? Ndoshta një prej disa prej slajdeve që nuk i vendosëm, ju lutem nëse ka mundësi, se është me rëndësi kjo më potencu. Investitorët e huaj kërkojnë parashikueshmëri dhe stabilitet. Ne e kemi vendos veriun në kontrol. Është projekti më i madh, nëse më pyet për projekte, ky është projekti më i madh që i ka ndodhur Kosovës këtu 4 vite dhe në këtë 25 vjeçar, sepse nuk mund pretendosh me ftu investitorë të huaj duke i thonë një pjesë të territorit është diskutabil. Domethënë, ajo është duhet me vlerësu me fjalë tjera, duhet me vlerësu një veprim të tillë. S'ka qenë kur kufiri është ditë kusht. Nëse shkojmë te këto slajdet për cilin 7 dhe 8, nëse ka mundësi. Kjo tregon për një fuqizim të demokracisë dhe të ligjit të rendit. Matja e videmit. Videmit dhe... Në që kemi qenë vend ma demokratik se so Serbia, edhe se Shqipëria. Po, se këtë Balkani perëndimor. Po, gjithë kemi qenë vend ma demokratik se ta. Po tash gjithë, unë i kom marrë dhonat prej 2007-ës dhe në 2024-ën. Prej 2008-ës me nejtë. Nuk është gjithë, po... Kemi mujtë më lavdushëm. Po e sheni këto me të kuqës se mënyrë automatike bëhen, se në klasë tretë shkollë të mesme e kom marrë Excelin, e kom pas si landë. Mirë është. Nuk është që kaloj shumë kohë, po me rajon nëse krahasohemi e kemi përmirësimin më të madh në demokraci. Slajdi 8 është Kosova versus Ballkani perëndimor, për sa i përket World Justice Project, renditjet e para për qeverisit hapur dhe rendin dhe sigurinë. Këto dyja dëshmojnë për kur është bërë kjo moti? Parashikueshmërinë. World Justice Project. Edhe në 2024 dhe në përfshina? Po. Me Bojnskën, me krejt halakomat, rendin dhe sigurinë jemi ma mirë se so... Qeverisit hapur dhe rendin dhe sigurinë. Këto janë dhona publike të World Justice Project. Veç po pës për kur është, diqa kom lezu edhe vetë, po 2024 në sekurisht që i kam publiku. Tash, nëse ne vazhdojmë me ndërtu ekosistemin që përfshin prap ligjet, edhe diçka që nuk është fort e falenderueshme, po që është bo, ne kemi bo ligjen për zyrën e inspektorit përgjithshëm, që synon me eduku e jo me qenë, e ka shpirtin e edukimit, jo shpirtin e ndëshkimit ndaj bizneseve. Ideja është që me konsolidu përpjekjet e inspektorateve të ndryshme, dhe me abo ma të letë bizneset me... Inspektoratet janë halakom, me ato bajtë. Edhe kjo merë ko, po është në proces e sipër. Prap, dëshira me qenë më të mirët, vlerat e mirëfillta për me fuqizu demokracinë edhe me vendos rendin e ligjit aty ku duhet, dhe jo me qenë me i dhonë prioritet një farë lloj stabiliokracie e cila ka mbizotru vitet paraprake. Kjo na e ka sjellë në një situatë ku veriu tash është shumë më mirë sa kur ka qenë. Dhe një gjë tjetër që e kom përmend shpesh në përpostime, sidomos për publikun ndërkombëtar, për kokë banori, komunat me shumicë serbe kanë marrë më shumë buxhet prej 2008-s dhe 2024-s se komuna tjera. Nëse donë si shtet me përcaktu se trajton një komunitet, atëherë faktori i parë është buxheti. A e jep buxhet apo jo? Në zona zyrtare, nga thesari, edhe këtu i ndoj... Po thëmë që donat jo nga bim. Kur jemi të donat e funit krejt, e thatë që është intervista e parë televizive, pse ka nevoj me fillu vlau ju i mu marë me shqitblerje të rrymës që ju me dalë në ekran, me qëllim për e banalizoj deri në fund,
Edhe pse keni nevojë mu marrë me media ka shumë e posh një postim të para 2 ditëve i kishit numru sa pare ju i keni dhonë në media, sa pare i kanë dhonë parti tjera, e para qysh zbërthejet që ajo, fundi i intervistës, edhe dyta pse është ajo diferenca. Po, dhe më thonë, slajdet 1 dhe 2, nëse ka mundësi. Dolin, po. Kjo çështja me vllaun është temë e rastit. Unë kom pas dëshirë. Është kjo që na ka flasur. Po, tash do të Kontratat një burimore për media. Tash do të vi aty, po edhe nishi është një para kësaj. Lartë. Unë jam këshilltar. Jam këshilltar i kyçi kryeministit, shefi stafit kryeministit. Sakt. Unë e kuptoj rolin tim, edhe e kom kuptu. Edhe kom qëndru jashtë syrit mediatik, me qenë se ju marrë me monitorim, me koordinim punëve, dhe as sa kom pas mundësi e kom këshillu kryeministrin. Dhe sa ma shumë këshillim i bazuar në të dhëna. E kom pas si dëshirë, me qenë se ka përfundu mandati, me informu publikun pak çka është qeverisja për te temave të përditshme, që janë vetëm tendencë shpesher, s'po thëmë vetëm, shpesher tendencë me nxerr lajme skandaloze dhe me ba shumë dramatike dhe me thonë, kështu qeveria, kështu. Jo, janë 8.000 në punë civil që punojnë çdo ditë në qeveri, janë që, si që thash, ministrat dhe një 300-400 këshilltar, tash me numër saksisht s'pun kujton, që punojnë ditë e natë me përmirësu jetën e qytetarëve dhe të bizneseve. Apo e arrim, unë mendoj që shumë ma mirë se sa qeverit e kalume, a jemi aty ku duhet, unë po mendoj që jo, po, me që të të mpajtohëm e vonë. Prap, është vetëm matëni me një parametr 1/10. Çka kemi trashëgu? Me ba një ligj, merr 7-8 muaj, me ndërtu një institucion, ju konsideroni në shtëpinë juaj mediatike, çfarë kulture organizative keni, dhe sa vështirë nga njëherë është me i bashkërëndit mendimet e të gjithëve, e lema në një vend ku janë gërshetu vjetra institucione edhe ndërkombëtare, tash ky sindromi shumë kuzhinier në kuzhinë, se cili të thonë, se të vendi im kështu kjo praktik ka funksionu. Mirë po, fatkesisht, duke pas edhe qeveri fragile në kaluarën, kur njëherë nuk kemi pas një qeveri si që ka qenë kjo, e kurtit, kjo është e para, që ka qenë e para, ka përfundu mandatin 4 vjeçar, që është një shenjë shumë e mirë, e dyta ka qenë me një fuqit konsolidume, që në kupton që... Me pas dosh me shty, diçka kish shty. Jo, edhe kemi shty shumë. Edhe kemi shty shumë. Kesh parasysh që e kemi trashëgu një 3 platforma planifikuese shumë të fragmentume dhe procesi mi konsolidu në një të vetme dhe mi nxerr mbi 170 indikator të rezultateve ku na mundson neve me përcjell punën, me monitoru punën e ministrive dhe prandaj ministrit me punu edhe ma mirë. Ajo është sukses, po nuk është e falenderueshëm, apo kupton? Jo. Se kjo është përditshmëria e punës qeveritare, është boring, është e mërzitshme. Unë që janë 3 platforma, që edhe tash është një, edhe unë mendoj që ju paguani për atë punë edhe në rregull jeni. Pajtohem që s'është rregull, po që po them, nuk është falenderuese. Pajtohem, këto po duhet të dokumentojmë. Sa nuk është një autostradë 3, edhe pse edhe ato po bën, po do të vinë, po. Prap jam ka insistoj, pse keni të lashe me media? Jo, nuk kam të lashe, s'kemi pas as njëherë. Mediat, sinqerisht jo, për ju thëmë. Nëse s'keni dal, ju s'keni pas, po... Nëse ka media që tentojnë me hetu çështje dhe tentojnë me marrë paktën anën tonë qeverisë për një çështje, pa e nxjerrë një lajm, atëherë jemi okej, po ka ndodhur shpesh herë, edhe tash pak është indikative kjo puna e financimit, ku për ditë qeverisje, si që ke në slajdin 2, gjatë kohës qeverisë Haradinaj jenë shpenzu dykon afër 2.900 euro për media, në ditë, për ditë qeverisje. Po, jenë marrë 220 ditë pune, dhe është marrë buxheti i përgjithshëm dhe është ndo në basë. Kujt jenë sto pare? Këtu jenë shpëndonë për media. Ndërmarrje publike? Tash, ka të ministrive, ka ndërmarrjeve publike,
janë në kohën e qeverisë Thaçi dikun rreth 2.000 euro, në kohën e qeverisë Mustafa dhe Hoti rreth 1.400 dhe në kohën e qeverisë Kurti 1 dhe 2 rreth 220 euro. Një me gati 14, ma pak është raporti nërmjet Juve edhe OKS. Dhe ne nuk jemi mos me I financu. Jemi për me I financu, këtë ka thonë edhe kryeministri disa herë, jemi me I financu aspektin edukativ, kulturor, arsimor. Veç me na financu, ka nevoj, veç me na lonë rahat me punu, paret jep në një RTK-s. Përbes nëse mblidhen media dhe thonë, okej, po na vyn X eksperti anglez për hetim për gazetari hulumtuse. Vete kemi gjithë ekspertin edhe kemi konstatu që projekt ligjin për KPM e keni shkru keq, është në kundërshtim me kushtetutën. Për atë punë mos u brengosni, na I gjejmë. Problemi është mos e na pengu, për që arnohemi po. A e vërteta është që partit tjera, nëse qëto dona janë sakta pas kam financu prej pareve publike, shumë a shumë. Apo aludoni që kam ble media, në kuptimin kam ble po e la qytetarën me fol, po duket sikur në kohën e qeverisive të kaluara e kanë sulmu vetë vendosin sa ka qenë në opozit dhe tash po sulmujnë sa është në qeveri, kontekstet kanë ndryshu. Po kuptoni? Edhe pak mund do lidh edhe me këtë studimin e RSF-it që dul, kulumtimin, ato e 124 pyetje, është një metodologji që të lem për me dëshiru, me ju thonë drejtën, dhe ne ju kemi dërgu një letër. Nësë shërbejet krejt bota me atë mund, që kemi dërgu letër ma se kanë dalë? Po jo, e kom dërgu një letër, po. Kes për sharime. Qa thuhet atë? Okej. Arsyeja është që ka, për shambull, në aspektin ekonomik, thot një paragraf, po e citoj, through their owners, dhe më thonë media owners, private media newsrooms are exposed to interference from powerful political or business groups, dhe më thonë përmes pronarve, mediat private janë të ekspozuara nda një interference të fuqishme politike ose grupeve të biznesore. Okej, më falë, qeveria nuk është pronare e ndonjë media, edhe duhet ndohet pak edhe ndoshta sqarohet kush më saktësisht. Tjetra është rreth sigurisë, veç po e përkthej kështu në simultane, në vitet e fundit shumë gazetar kanë qenë të subjected to threats, të nështru kërcënimeve dhe sulmeve nga rrjetet kriminale dhe gjithashtu për shkak të tensionit politik mes Prishtinës dhe Beogradit. Më falë, qëfar rrjete kriminal jetu fol, a bën me spjegu, edhe qëfar roli pas ka qeveria në këtë farpune. Më thonë, janë disa fjallë... Nuk që është faj qeverisë pëse u përketësu ambienti medial. Problemi është pëse I keni marrë do gjinohet hujat. Ambienti medial është përketësu. Atash e kemi marrë gjinohet e hujat. Nëse ka pas sulme terroriste në vend, nëse ka pas trazira, nëse jemi shku me raportun Leposa veç edhe në bojës këtë zubin për tokë përketësuhet ambienti medial, definitivisht. Nuk mora përgjigje e në fund po insistoj edhe një herë. A vazhdojni me qenë shefi stafit, a mundet me qenë interesant me vazhdu me ju bashkan gjitë laut me shqitërim? Nuk e di, nuk kam vendos kjo varët prej kryeministrit, besoj vlerat edhe punën time e ka po aj, e kam po të gjithë ata që është dasht me po. Mu, me ju thonë drejten, puna e shefit stafit ka të bëj shumë me koordinim, edhe monitorim edhe vlerësim të performancës, ndërsa unë historin, si që kam edhe arsimimin edhe punën e kaluar, zemra më flenë në ndërtim diçkafit. Kështu që nëse, si që thuhet, është kismet, por ndryshe I kthejem sektorit privat, ndoshta do t'jem edhe ma qetë, në qëfar kapaciteti nuk e di, mirë po unë mendoj që edhe I ftoj, në fakt, gjithë profesionistët, kudo që janë, edhe ata në mërgat, që ta konsiderojnë bashkangjitjen në qeverin e ardhshme dhe të kontribojnë në mënyrat e veta. Unë e kom qenë personalisht edhe profesionalisht I përmbushun, edhe me një 25 vite eksperiencë të mirë, se një profesor pa thonë, ose e ki kur plakësht edhe shikon vetën historin tonë dhe thu ose e ke pas një vit përsëritun 50 herë, ose e ki 50 vite eksperiencë të kuptim plota.
Unë kom pas fat e para dhe e kom pas një eksperiencë mirë. Besoj që i kom kontribu qeverisë Kurti, për tjerat varet prej kryeministrit në ardhje Kurti 3. Nëse gjithë një, mas pari të i kalohet pengesa e quajtur konsolidimi kuvendit, ju falenderoj për kohën dhe intervistën. Faleminderit e juve. Shikues të nderuar, bisedua me shefin e stafit të kryeministrit Luan Dalipin për do prej